vërtet më rrifte. Kur nuk i jepja para, më rrifte kur i thosha kjo gjë nuk është në rregull, më rrifte kur nuk i jepja makinën time të bënte xhiro. Isha gjithkohë e dhënuar për ti dhe qaja dhe kam kaluar një periudhë shumë të rënduar psikologjike, por nuk e kam treguar se nuk doja kur të bëja viktimën, të dukem kështu si gocë. Nuk e din që se arrini ta kuptoni këtë gjë që nuk e tregoja dot se imagjino e ka kaluar kaq vite shoqja ime ngushtë që kam një supermarrëdhënie nuk e besonte, nuk ka shanse që ky ai të ka rrahur dhe realisht unë jo vetëm që ai më rrifte, po nxihesha, e kupton? Isha e nxjerr. Po çfarë të rishte tek ai ty? Ç'a kishte një gjë që Okej, se dhe diferenca e moshës është e madhe dhe shiko, mua ai se thonë që gocat pëlqejnë babain, si i mat nuk i ishte. Sinqerisht, se babi im është shumë autoritare dhe siç thash le të them një herë, po sot që e mendoj, nuk e di. Realisht, sinqerisht, do të them nuk e di se çam ka të rreshur, po